edhe strategjia e Amerikës tashmë duket krejt e qartë që gjithë sistemin e Taheranit, pra me ushtri, me policinë, me politikën, me të gjitha, do e eliminojë, kështu nuk e arrit të asnjë gjë, edhe pse vrau 2 herë liderët kryesorë të Iranit, që nga lideri suprem, përsëri nuk arriti ta coptonte Iranin, kështu që do ta lënë për raundin e tretë, ose do e treti i katërt, po njëjtën kohë futi frikën e duhur dhe në kohën e duhur edhe Rusisë, edhe Indisë, edhe Pakistanit, edhe atyre që e cila tashmë duket që superfuqia e vetme në botë është vetëm Amerika, kurse pjesët e tjera u hiku zona që ishte shumë influencuese edhe totalisht në bashkimin, në mbrojtjen, dhe që mbledhte me pak nga ana humoristike, edhe haraqet më të mëdha që mbledhte në Gadishullin arabik dhe në Qiellin persik, të gjitha tashmë atje janë eliminuar nga Irani, pra gjitha ëndra prallore e të gjitha këtyre vendeve, Katari, Dubaia, Omani ato, ka të jenë ku shumë prej shqiptarëve kanë hik atje, domethënë për pas atë parajsën e kësaj bote, tashmë ata janë eliminuar, ka hik ajo, po të njëjtën kohë edhe nga ana e Izraelit, të cilës sipas teorive të tyre, Zoti ja ka dhënë tapin aty në tokave atje dhe nuk do fluturonte asnjë zog, asnjë miz nuk do binte mbi kokën e hebrejve në Izrael, edhe ajo pralla, edhe ajo iluzion, domethënë hiken, tashmë kemi një eksod jashtëmase shumë të madh nga Izraeli, që Izraeli po hikun e lanë Izraelin, sepse normalisht ata janë me 2 shtetësi dhe me 3 shtetësi, pra nuk kemi një Izraeli që është autokton atje dhe që nuk ka pasaportë tjetër, edhe ata po hikun, për mos me hikur atë, qeveria Benjamin Netanyahu nxori një ligj që do marrë 450.000, pra ata që janë në gjendje të ecën dhe meshkujt, por edhe femrat, në fakt kanë edhe femrat në ushtarët, po i marrin dashur për të gjëra, po pushtojnë një pjesë të Libanit, dhe apo ashtu shpritet shumë shpejt që të hyjnë edhe në Siri deri, domethënë duke kaluar lartësitë e Golanit deri afër Damaskut. Kështu që e gjitha e pralla e vendeve arabe, pra të muslimanëve arab, po ashtu edhe të hebrejve Izraelit, ka falimentuar për të gjitha ato, e vetëm gjë që del Amerika nga ana makro, nga ana geostrategjike globale, Amerika është e fituar, edhe Irani ka marrë domethënë goditje të mëdha ndoshta në historinë e tij, por do të shohim, por unë pres që është momenti për ta rishkruar rendin ndërkombëtar. Atë prisnim vazhdimisht dhe atë presim pavarësisht se në gjithë që domethënë të paktën pas 11 shtatorit do të priqim një rend të ri global, pra PES plus 1, domethënë Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara PLES plus 1, por më duket Katerina që kjo totalisht po e shkruajmë rendin e ri, cili rendi i ri do të jetë vetëm Amerika dhe askush tjetër, sepse të gjithë tjerë kanë humbur fuqinë e vet, të gjitha zonat influencuese të Kinës dhe të Rusisë më tashmë kanë kaluar në dorën e Amerikës, ku Amerika nuk do të ndajë më këtë pastën e madhe globale, e cila e vetme do të jetë dhe me sa duket paktën tani për tani, është totalisht në rrugën e saj me strategji afatgjate, pra jo ditore dhe editore. Rusia ka prej më shumë se 4 vjetëve është në luftë dhe s'po del më, domethënë shkreta nga ajo ku është futur, po ashtu lindja e mesme tashmë gjithë ajo parajsa e paras, domethënë u eliminuan, Amerika Latine që nga Venezuela e vende të tjera, domethënë kanë kaluar totalisht me karburantet, me gazet, me të gjitha kanë kaluar në dorë Amerikë, lindja e mesme totalisht ka kaluar në dorë Amerikë. Këtu mund të kemi edhe një gjë tjetër që me të vërtetë Izraeli, nëse ka gjithatë lobin e vetë të gjithë atje, mund të jetë forca e dytë e rendit të ri, por të tjerat jo, sepse reagimet e Pekinit dhe të Moskës, pra që me gjoja në thojza pritni me ata të luanesh atë mënej, edhe ata ranë në gjumë, pra sepse e kuptuan, kështu që tashmë sistemi i ri do të jetë është pra vetëm i Amerikës, kurse për Europën nuk po flas sepse jemi këtu dhe e shohim se sa doja të të pyesja, po e kuptova që e le për në fund, dhe kështu që me një fjali ndoshta mund të ma përmbledhësh për Europën nëse mund.